Spektaklet televizive kanë një ndikim të madh në formimin e figurave publike dhe në krijimin e historive që mbeten gjatë në kujtesën e shikuesve. Një ndër këto formate, Big Brother VIP Albania, vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut shqiptar, duke sjellë emocione, rivalitet dhe momente të papritura që nga nata e parë. Fillimi i këtij edicioni u karakterizua nga një atmosferë e ngarkuar me entuziazëm dhe pritshmëri të larta. Në këtë skenë të mbushur me drita dhe energji, një nga konkurrentët, Mateo, arriti të spikas menjëherë. Fitoria e tij e një çmimi prej 2.000 eurosh nuk ishte thjesht një shpërblim financiar, por një simbol i mbështetjes së fortë që ai kishte fituar nga publiku që në hapat e parë të garës. Ky moment nxjerr në pa një element thelbësor të spektakleve të tilla, rolin vendimtar të publikut. Nëpërmjet votimit në rrjetet sociale, shikuesit nuk janë më thjesht vëzhgues pasiv, por bëhen pjesë aktive e lojës. Ata ndikojnë drejt për drejt në fatin e konkurrentëve, duke i ngritur disa në piedestal dhe duke i sfiduar të tjerët të përmirësohen. Në rastin e Mateos, kjo mbështetje u reflektua menjëherë, duke e kthyer atë në një figurë qendrore të spektaklit. Nga një këndvështrim më i gjerë, kjo fitore e hershme krijon një standard të ri për konkurrentët e tjerë. Ajo shërben si një motivim për të qenë më aktiv, më autentik dhe më të lidhur me publikun. Në një garë ku çdo veprim vëzhgohet dhe gjykohet, aftësia për të fituar zemrat e shikuesve bëhet po aq e rëndësishme sa strategjia apo sjellja brenda shtëpisë. Në përfundim, nisja e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania dëshmon edhe një herë se suksesi në këtë format nuk varet vetëm nga konkurrentët, por edhe nga lidhja që ata krijojnë me publikun. Historia e Mateos është një shembull i qartë se si një fillim i fortë, i mbështetur nga votat e njerëzve, mund të përcaktojë rrjedhën e një aventure të gjatë dhe plot sfida.